بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله القائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Falendrojmë Allahun Azza wa Jall, atë falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellim Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim me fjalën më të bukur: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja pra, kaloi muaji Ramazanit, ashtu siç tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, ayyaman ma'dudat, ishin ditë të numëruara. Kaloi lodhja dhe përendoj etja, ashtu siç thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e iftarit: dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajru inshallah. Pra agjerimi i ditës, kur mbarojshmi ditën e agjerimit, e thoshmi këtë dua në iftar. Kaloi etja, u mbushën venët dhe mbeti shpërblimi i Allahu subhanahu wa taala. Po të njëjtën e themi ne të nderuar vëllezër, pasi që kaloi një muaj i tërë në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, duke abstenuar nga haja dhe pija dhe kënaqësitë, gjithashtu duke pas kujdes besimtari në gjuhën e tij që mos ta ndot agjerimin në përmes fjalëve jo të mira prej gibetit dhe bartjes së fjalëve dhe fjalëve fyese, gjithashtu duke i ruajtur shqisat e tij, siç është shikimi nga harami për mos ta dëmtuar agjerimin pra adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu me dorën dhe këmbën dhe gjitha shqisat e trupit të tij, duke i ruajtur nga harami në mënyrë që të del në fund sa më i pastër, në mënyrë që Allahu Azza wa Jall t'ia pranon për adhurimin e tij. Një muaj i tërë besimtari në këtë kujdesje ka kaluar çdo minutë, çdo orë, çdo natë dhe çdo ditë. A thu vallë, a nuk është kjo një medrese, një shkollë e Allahut Azza wa Jall për ta trajnuar besimtarin në aspektin shpirtëror, për ta trajnuar atë aspektin psikologjik dhe për ta trajnuar atë gjithashtu aspektin edhe fizik. Se ai ka mundësi për Allahun Azza wa Jall të bën gjithçka. Atëherë kur ta kërkon nevoja, ai pra të abstenon nga gjitha kënaqësitë e tij për hir të Allahut Jalla fi ula dhe shenjë adhurimi dhe madhërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra besimtari kur arriti këtë, pse a thu vallë, për t'ju gëzuar fundit pra ditës së Bajramit, dhe për të thonë në fund: dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajru inshallah. Pra të gjithë na themi sot në ditën e Bajramit se vërtet kaloi etja dhe unësia, u mbushën venët dhe barkët e tona, por shpresojmë që inshallahu taala të ketë mbetur pra shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa ne e dim se agjerimi shpërblim tjetër nuk ka pos xhennetit të Allahu subhanahu wa taala. Ne e dim se agjerimi të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall e mor shpërblimin e tij që ta din vetëm ai dhe asnjë krijesë tjetër.
Atëherë, si që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke në rëfyr nga Allahu Gjelle fi Ula, duke thonë se më të vërtet, agjerimi është për mua dhe unë pra shpërblej për te. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Ko e lusim Allahun Azza wa Jall në këtë ditë fejse, në këtë ditë madhërimin ndaj Allahut Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ketë mundësuar pra një shpërblim të tillë insha Allahu ta'ala ditën kur të takojmë Allahun Jalla Jalalu. Ja Rabbel Alamin. Po e njëjta mas të nderuar vëllezër është edhe jeta e jonë. Nëse e bojmë një krahasim, kështu do të kalon edhe jeta e jonë, i nderuar vëlla, e nderuara motër. Ashtu si që kaloj muaj i Ramazanit dhe bëm përpjekje për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe për t'ju përgjigjur urdhave të Allahut Gjelle fi Ula, kështu një ditë gëzohet besimtari pra me bajram. Dhe kështu të nderuar vëllezër pra edhe besimtari pra i gëzohet ditës e fundit kur del nga kjo dunjë. Kur atëherë kur ta shef dhe kur ta takon pra me lajken e cila do të vjen përgëzuese për te dhe do t'i thot wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna. Mos u friksonu dhe mos u mërzituni, përgëzime për ju xhennetin e Allahu Gjelle Gjelalu. Pse? Për shkak se kaluat një jetë të tërë në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, duke ju përgjigjur urdhave të Allahu Gjelle Gjelalu dhe duke pasur kujdes ndaj ndalesave të Allahu Gjelle fi Ula. Të nderuar vëllezër, pas çdo sakrificie dhe lodhje, Allahu Azza wa Jall kalon përgëzime dhe bajrame pra fest. Pra festa e besimtarit është atëherë kur ta takon me lajket e vdekjes, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam se besimtari i mirë kur t'i afrohet qasti i vdekjes do të vinë me lajke, para me lajkes e vdekjes përgëzime apo përgëzues për te. Duke i thonë mos u frikso për atë çka po te pret. Mos u frikso për atë çka po te pret. Dhe mos u mërzit për atë çka t'ka kaluar. Për shkak se besimtari mërzitet për atë çka e kalon mbas nga pasuria, nga familja, nga të dashurit e tij, nga gjithë ata të cilët dashamirët të cilët e kanë rrethuar dhe e kanë shoqëruar tani jetën e tij. Në këto momente do të ketë mërzi pra. Me lajket do ta përgëzojnë dhe thojnë mos u mërzit. Pse a thu vallë, mos u frikso dhe mos u mërzit? Për shkak se ka arritur ti me një shkallë në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, pra ke jetuar një jetë të tërë që sot ne duhet përgëzojmë për atë. Ke jetuar një jetë të tërë që sot ka arritur këtë merit, që të kesh përgëzime nga Allahu Azza wa Jall nëpërmes me lajkeve, duke mos u friksuar për atë çka po të pret. Çka e pret a thu besimtarin? E pret nata e varrit. A? E pret dita llogarisë ku dalmi para Allahut Gjelle fi Ula. E pret ai momenti kur të na vinë fletorët apo librat a thu vallë nga ana e djathtë apo nga ana e majtë. E frikson besimtarin ajo a thu vallë kur të matën veprat a thu, a do ta peshon pesha e anës së veprave të mira apo jo? Kur të dalmi mbi urën e siratit a thu vallë, a do të kemi nur mbi këtë urë dhe a do të jemi të siguruar për dalur në tonë? Derisa të hinë në xhennetin e Allahu Gjelle fi Ula. Këto janë këtë procedura. Thot, wala takhafu dhe mos u frikso.
wala tahzanu, dhe mos u mërzitu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe përgëzime thot për xhennetin të cilin ja u kena premtuar juve, pra. Ja u kena premtuar nga pejgamberët ton, në librat e ton, duke ju thonë se innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, se më të vërtet ata cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira do të jenë në xhennetet e Allahut, xhennete në të cilët rrjedhin lumej, në përhershmërinë e xhenneteve të Allahut xhalla fi ula. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, e përsa i përket atij cili ka frikë Allahun azza wa jall, ka frikë qëndrueshmërisë një ditë para atij xhalla xhelalu, dhe si rrjedhojë kësaj frike dhe këtij paramendimi dhe këtij përkujtimi, ai pra ndalon vetveten dhe nefsin e tij nga harabat këtë dunjë. E sidomos në ato momente më kritike të jetës apo të momentit e tij, ai përkujton pra qëndrueshmërinë e tij para Allahut azza wa jall. Edhe çka thot? Do të ketë dy xhennete. Dy xhennete do të ketë në ahiret. Për shkak se xhenneti kryesor të nderuar siç është xhennetul adn, xhenneti firdaus, xhennetul ma'wa, xhennetul naim. Këto janë emrat e xhenneteve të mëdha të Allahut azza wa jall. Ndërsa mrejna këtij xhennetev, ka xhennete të posaçme që ka i meritojnë disa nga robërit e Allahut azza wa jall. Ka disa xhennete, mrejna këtij xhenneteve të mëdha, që ka i meritojnë pra dy. Gjithë kanë nga një xhennet mrejna, ai xhenneti mrejna të nderuar vëllezër, e cila është e përcaktuar për një rob të Allahut azza wa jall, ai është ma i vogli sa 10 dunjoja dhe çka ka në te. Sa 10 dunjoja, sa këtë dunjoja, sa është 10 herë, mas pakti çka ka hisë në xhennet, është çiki personi. Banë mend tash ai i cili është mas shumti. Xhennetet e Allahut azza wa jall janë aq të mëdhaj sa që nuk ka kilometër që ka mund me e matë ndërruar vëllezër. Për ata i cili posedon një xhennet, i ka dy ai i cili ka frikë Allahun azza wa jall. E ndalon frikën ndaj Allahut dhe qëndrimi para Allahut nesër ndaj çdo harami këtë dunjë. Allah thotë: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa." Dhe përsa i përket atij cili ka frikë Allahut azza wa jall, edhe ndalon egon e tij, nefsin e tij nga ndaluara. Se nefset janë tri lloj. Nefset e njerëzve janë lloji i parë është ai i cili e urdhënon njeriun për të bërë keq. Nefs ammaratun bisu, nefs e cila urdhënon për keq, a'yadhan billah. Dhe nefs lawame, qërtues. Pra e qërton në robin pasi që ta ban një mëkat, pra e qërton thot pse bane. Apo? Mirë, po nuk e ndalon. Dhe nefsi i tretë të ndëruar vëllezër është nefsi ma i mirë, mutmainë, nefsi i bindur Allahut azza wa jall plotësisht. Apo? Kështu që besimtari me trajnimet që ka e ban vetës se ti mund me arrit që me eduku nefsin e tij dhe me bo nga nefset të cilët e urdhërojnë për të mirë, apo nga nefset të cilët i binden Allahut xhalla fi ula. Allah azza jall fa innal jannata hiya al ma'wa, thot xhenneti për ta ka me kon vend qëndrim. Vend ku ka me lëvizje me muknaq. Të ndëruar vëllezër, në këtë ditë e Bajramit, është nga sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam që ta paraqesim na gëzimin. Besimtarët e kanë
janë të obliguar, ndoshta mas pakti mund të themi se prefero që ata ta shfaqin gëzimin e tyre. Por shkak se kanë adhuru Allahun Azza wa Jall një muaj. Janë lodhur, janë raskapitur një muaj. Nëse meriton dikush që t'i gëzohet këtij adhurimi, janë besimtarët ata të cilët kanë agjeruar. Edhe ata të cilët kanë agjeruar, por kanë qenë të arsjetuar me arsyet e fesa Allahut Azza wa Jall, të smuarit, udhëtarët, apo të ata cilët kanë qenë të shtyrë në moshë. Por këto kanë dispozita tjera cilët i kena spjeguar. Megjithatë të gjithë i përfshin për gëzimi. Për pse Allah Azza wa Jall e kalon Bajramin pra në fund të Ramazanit? E kalon Bajramin fest për shkak se ka agjeruar dhe ka adhuruar Allahun Azza wa Jall një muaj. Një muaj ditë. E Allah subhanahu wa taala çka thot? Te ajeti agjerimit në surën Al-Baqara, ku thot se shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazan është ai i cili zbriti Kurani i Kerimi, apo çka thot pastaj? Yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Thot Allahu don nëpërmes adhurimeve ti, e në veçanti nëpërmes agjerimit, juve pra lehtësim, jo vështirësi. Dhe pastaj ka thonë wali tukmilu al-iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Dhe pasi të kalon agjerimi, madhëroni thot Allahun Azza wa Jall, e madhëroni me çka? Me tekbir. Pra shënjestron Allahu Azza wa Jall Bajramin, pra festone duke e madhru Allahun Azza wa Jall me tekbir, ashtu siç e tham mas namazit. Duke thonë Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kjo është nga sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gjithashtu edhe kjo na ban me dije neve se besimtari edhe kur feston e madhron Allahun xhelle fi ula, dhe nuk i ban mëkat Allahu xhelle xhelalu. A ka më keq se sa me kororizu ti adhurimin dhe sakrificën tonë një mujore, në fund me mëkat, e jedhen billah? A di shka do të thotë të nderuar vëllezër ai i cili e nis muajin tjetër me një herë pas Ramazanit? E nis me të ndaluara, e jedhen billah. Fjali do në dy gjëra. E para, se nuk o konë dashamirë dhe respektues i këti musafirit e madh. Se nuk respektohet kështu musafiri. Një dhe e dyta të nderuar vëllezër, është në rrezik se ndoshta veprat i ka, pra agjerimi nuk kalon gjurmë tek ai. Për ata kanë thonë selefit të nderuar vëllezër, se shenjë se Allahu ata ka pranuar agjerimin apo jo. Agjerimi ja kalon gjurmë në zemrën tonë apo jo. Shiko se si vallti vazhdon pas muajit Ramazanit. Në qoftë se ti je më i mirë mas Ramazanit se përpara, më të vërtet agjerimi të kalon. Kalon gjurmë të këti. Më të vërtet Allahu ta ka dashur mirën dhe je përmirësuar. Më të vërtet Allahu Azza wa Jall të pas ka pranuar ato dua dhe ato përpjekje që ka i ke bën ti për të arritur kënaqësinë e tij subhanahu wa ta'ala. Wa la'allakum tashkurun, dhe Allah thot, pra madhëroni Allahun këtë ditë në mënyrë që ndoshta të jej se ki madhërim falenderim ndaj Allahu xhelle xhelalu wa xhelle shanu. Falenderim ndaj kuj? Ndaj Allahu xhelle fi ula. Pse a thua Allah e ka përmbyll këta jetë me falenderim? Allahu meriton me falenderu për shkak se ta ka mundsuar me adhuru Allahun xhelle xhelaluhu. Risku më i madh çka ja jep Allah Azza wa Jall dikujt është imani i tij. Është udhëzimi i tij. Është ati i cili t'ja ka mundsuar mirënësejsh dhe Allahu xhelle xhelaluhu. Për ata është thonë se Allahu Azza wa Jall dunjon ja jep kujt do, edhe ati çka e do edhe ati çka se don. Për shkak se është e pavlerë.
Ndërsa ka thonë imanin ja jep vetëm atij cili don Allahu Azza wa Jall. Imanin ja jep vetëm atij i cili e don Allahun apo Allahu e don atë. Por derisa të nderuar vëllezër, ti qëndron rrugën e Allahut Xhelle Xhelaluhu, qëndron në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, qëndron në namaz duke e ruajtur kohët e namazit edhe jashtë Ramazanit. Kjo është shenjë se Allahu Azza wa Jall të don. Për një istikfar të vetëm, ka thonë Hasan al-Basriu, atë cilën e ndëgjojmë duke bën istikfar, thot unë mendoj se Allahu Azza wa Jall ata ka për ta falur. Ka thonë pse? Ka thonë për shkak se në fakt çdo send që e bojmë na është inspirim nga Allahu Xhelle Xhelalu. A ka mundësi ai me të inspiru mi kërku falje atij e mos me të fal? Por derisa të ka inspiruaj për mi kërku Allah Azza wa Jall falje, ai do të thotë se Allahu ta ka fal. Me të njëjtën analogji shkojmë dhe të themi, ati që ka Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu që ta agjeron një muj Ramazan, kjo në shej sa Allahu donë që ta falë filonit. Ati cili Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu 5 kohë të namazit mi falë, ndoshta shumicën për tyre në xhamin e Ramazan, kjo në shej sa Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu ati, po donë me falë. Ai cili ka falë namazet e taravive të nderuar vëllezër, qoftë 8 rekate me Kurani Kerim ma shumë, me lexim të Kuranit ma gat, apo 20 rekate me Kurani Kerim me lexim të Kuranit ma shkurt. Me rëndësi është ti jekon një rregullt në faljen e teravive. Pra kjo është risk që ka Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë dhe ta ka mundsuar nëpërmes vullnetit dhe dëshirës që tyje ta ka inicu në shpirtin dhe zemrën tonë. Kjo do të thotë se Allahu Azza wa Jall ta ka dashur mirën, po don me të falë. E të nderuar vëllezër, pra Allahu Azza wa Jall në këtë muaj ja mundsoi çdo njeri të dhaj i cili i ka imanin më të dopt që t'i kthehet Allahu Xhelle Xhelaluhu. Edhe ati i cili e ka imanin më të dopt, ja ka mundsuar që t'i kthehet Allahut Azza wa Jall. Atu vallësi, për derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë muaj Allahu Azza wa Jall bëri çka nuk bëri ndaj 11 muajve tjerë. Që thot kur të vjen Ramazani, Allahu Azza wa Jall i prangos shejtant. I lidh gjinët e mëdhaj, i hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhenemit, edhe thirr, thot një thirrës, o ti dashamirit mirës, urdhno tash e ke rastin. Tash e ke rrugën e hapur pa pengesa. Drejtim të Allahut Azza wa Jall. Drejtim të rregullimit raporteve me krijuesin tënd. Çka 11 muaj ndoshta i jekoni penguar ndaj nefsit, fillimisht prej nefsit tënd. Pastaj prej shejtanëve, njerëz dhe shejtanëve gjin iyadhan billah. Ja, pra Allahu Azza wa Jall një herë në vit, një muaj rresht për na i mundson dhe ja mundson çdo kuj, duke ja liruar rrugët, duke i penguar pengesat në mënyrë që vetëm t'i kthesh Allahu Xhelle Xhelalu. Ta arrish pra mirësitë e këtij muaji, çka nuk mundesh me arrit në asnjë muaj tjetër. Të arrish mirësitë e veprave, se paguari nga Allahu Azza wa Jall pa asnjë çmim në krahasim me muaj tjerë. Allahu Azza wa Jall e rriti pra vlerën e këtij netëve dhe këtij ditëve të cilët i kaluam, pra kur e rriti çmimin dhe vlerën e tyre, do të thotë veprat në to i paguhen pa kufi. Veprat në to paguhen pa kufi. Bëri Allahu Azza wa Jall mrekullinë më të madhe të vitit. Bëri që një natë në mrena këtij muaji të jetë më e mirë se 83, eventualisht 84 vjetë. Një jetë plus për ty i bonus, që në atë muaj, në atë natë të nderuar vëllezër, çdo vepër çka e ke bën ti, tu ka llogaritë se çat vepër ti
e ke bon një muaj. Ke lezuar Kurani Kerim, ke dhënë sadakat natë, ke falë namaz natë, ke falë namaz, ke bo dhikër Allahut, salavate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke gëzuar familjen tënde dhe ke shpenzuar për to, ke bojnë stikfar, gjitha këto llojet veprave të nderuar vëllezër, të llogaritën te Allahu Azza wa Jall 83 vjet vepra. Janë bënuese dhe rahmet prej Allahu Jalla Jalalu wa Jalla Shanu. Vetëm pse? Vetëm që ti nesër ku dash para Allahut Azza wa Jall, thot, o rob jem je i falur. Subhanallah. Me ta mundsur komoditetin e bërjes së veprave të mira maksimum në mënyrë që të fitosh ti, a ka më të mëshirshëm se Allahu Azza wa Jall? A ka më të mëshirshëm se ai subhanahu wa ta'ala? A ka më bujar se Allahu Jalla fi ula? La ilaha illallah. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu don që t'ju falë. Për ata edhe në hadith qudsi që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu Jalla Jalaluhu, thot o robi im, në qofë se më vjen ti mund duke ecur unë vin duke vrapuar. Pra në qofë se ti don vetëm pak kthimin ndaj Allahut, ka Allahu thot une ti duhe 100 herë ma shumë që ti kthesh ka une. Unë ti ta mundsoj dhe ta lehtësoj që ti të vjesh 100 herë më shpejt te unë. Dhe të pengoj nga pengesat që tyje ndalojnë për të arritur te Allahu Azza wa Jall. Pra me zemra. Te Allahu Jalla Jalalu fillimisht shkohet me zemrat e tona. Para se me arrit me gjymtyrët. Me prun iman në zemrat e tona. Tamam? Pastaj ki iman mu shqiptu në përmes gjuhëve të tona, dhe pastaj mu vërtetu ki iman në përmes gjymtyreve tona fizike. Adhurimet e tona janë argument i jashtëm për atë të cilën e bartim brenda. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshmoni për imanin e atij i cili thot e shifni duke shkuar në shtëpinë e Allahut në xhami. Nuk ka thonë bile para të cili bën sejdë. Po vetëm e shifni dikan duke shkuar në shtëpinë e Allahu Jalla Jalalu, dëshmoni se ai ka iman. Imani e ka prunë në shtëpinë e Allahu Jalla fi ula, jo diçka tjetër. Pra të nderuar vëllezër, ju cilët keni ardhur me fal me ju përgjigj urdhnit e Allahut Azza wa Jall dhe ndjekjes metodës profetike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ju ka pru imani të nderuar vëllezër. Zjoni, dhe të vini shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, të runi pra kohën e caktuar, kjo tregon imanin e zemrat e juaj. Për ata të nderuar vëllezër, agjerimi në të jetë pra një pikë kthese për ne, në mënyrë që pra sa do pak të vazhdojmë pas agjerimit, se kjo në fakt është edhe mësimi apo mesazhi i agjerimit, që o ti robi Allahut Azza wa Jall, vazhdo kështu. Vazhdo kështu gjatë gjithë jetës tënde. Vazhdo kështu gjatë gjithë jetës tënde drejt Allahut Azza wa Jall, për shkak se ashtu siç kaloi Ramazani, do të kalon edhe jeta jote një ditë. Ashtu siç u gëzove ti në ditën e Bajramit atij adhurimi, ashtu do t'i gëzohesh nesër pra jetës tonë kur e ke përmbyll pra në adhurim ndaj Allahut Jalla fi ula. Dhe të pasojnë pastaj shpërblimet e Allahut Jalla Jalalu wa Jalla Shan. Jalla Jalalu wa Jalla Shan. Atu vallë të nderuar vëllezër, shka na mësoj pra agjerimi neve, veç tjerave. Agjerimi veç tjerave na mësoj të nderuar vëllezër sabrin. Na mësoj sabrin. Se na përmes sabrit wasta'inu bis sabri was salah. Ndihmonu Allahu Azza wa Jall thot me sabër dhe pastaj thot me namaz. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab.
Më të vërtet Allahu Azza wa Jall sabërlive ju ka dhënë shpërblim pa llogari. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall thu vallë pse sabrit i dha shumë rëndësi dhe vlerë, për shkak se nuk arrihet as fitimet e dunjos, e lemut e ahiretit pa këtë veçori dhe pa këtë element. Pa këtë veçori dhe pa këtë element. Sabri ndahet në 3 lloj. Sabër ndaj adhurimeve të Allahut Azza wa Jall. Nuk mundesh me agjeru pa sabër. Nuk mundesh me fal namazin pa pas sabër. Nuk mundesh, Nuk mundesh pra me lezu Kur'anin e Kerim pa pas sabër. Nuk mundesh me mësu një harf të fjalës Allahut Azza wa Jall pa pas sabër. Me një fjalë nuk mundesh me kri haxhin pa pas sabër. S'mundesh me ardh në xhami dhe me qëndru pa pas sabër. S'mundesh me qëndru ndoshta këtu me ndëgju një ligjërat, një fjalë të mirë për fjalëve të Allah dhe të pejgamberit alayhis salatu wasalam nasihat pa pas sabër të nderuar vëllezër. Çdo gjë e cila përfitohet nëpërmes sabrit, ti ke shpërblimin e sabrit të cilën e bën dhe përfitimin e asaj të cilën e përfiton. Edhe shpërblimin e adhurimit si adhurim, edhe shpërblimin e sabrit të nderuar vëllezër. Lloji i dytë të sabrit ndaj mëkateve, iyadhan billah. Sabri ndaj ndaluarave të Allahut Azza wa Jall. Apo ndaluarave të Allahu Jalla fi ula. Para mendo të nderuar vëllezër vetëm shikimin, nga një ndaluar, e cila ta vret synin, iyadhan billah në rrugë, apo në telefon, apo në rrjete sociale kështu me radhë. Vetëm këshire se sa je sabërli ndaj këtij harami. Matë ti vetë. S'mundesh me ik një shikim e cila është në dorën tonë, me lëviz ndoshta apo me mbyll ndaj haramit të Allahut pa pas sabër. Pa aktivizu elementin e sabrit. Apo ata cilët janë ndoshta sprovuara me ndëgjimin e muzikës e iyadhan billah. Ai për të larguar nga kjo duhet bërë sabër. Ata cilët janë sprovuar ndoshta me pirin e duhanit, për të larguar nga ajo dhe për të heqë dorë nga ajo, duhet me bërë sabër. Sepse çdo moment ajo të paraqitet dhe të lëviz në trurin tënd. Apo bile edhe të fotografohet para syve tu. E mos flasmi pastaj mëkate më të mëdha siç janë alkooli, droga, iyadhan billah, Allah i na ruajt. Pra për të heqë dorë nga të ndaluarat të nderuar vëllezër, ata cilët janë të sprovuar, duhet nëpërmes sabrit, duhet bëj sabër. Dhe gjithashtu ata cilët nuk janë sprovuar, por për të ruajtur nga ata, duhet me bëj sabër. Për shkak se nefsi është kalakmon ndaj të ndaluar. Apo nefsi me di sa i rrezikshëm të nderuar vëllezër. Thot vallahi, thojnë prej selefëve, thot me ditë ju të nefsin, thot atë çka e posedojnë ju, egon tuaj. Sa është i rrezikshëm, thot do ta shkelshi thot me këmbët e juaja natë edhe ditë. Do t'ja i kishi i natin, thot, derisa edhe ata cilët e keni të ndaluar vetëm pse do nefsin nuk ta jap. Është po duhet dënu. Dhe këta muj me pa vetëm nesër ku dolni para Allahut subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat që i ka bërë ai, sidomos në duat e mëngjesit, ka kërkuar para se me kërkuar mbrojtje nga djalli mallkuar, ka kërkuar fillimisht nga nefsi. Pse? Se nefsi është e cila element e cila ja jep komoditetin shejtanit që të lundë, të depërton dhe të mbizotron ty. Apo? Për ata këto adhurime të nderuar vëllezër, Allahu i ka quar në mënyrë që njeriu ta mposhtë të keqen çka e posedon në shpirtin e tij. Apo se njeriu posedon mrena anën negative dhe anën pozitive. Atë cilën e ushqen mas shumë të ti, ajo të mbizotron. Atë cilën e mbizotron. E Allahu Azza wa Jall, mëshira e tij e të skajshme, ka zbritur Kur'anin e Kerimin, ka urdhëruar urdhna, apo ka urdhëruar obligime, apo ka urdhëruar adhurime që kanë mëshirë për njerëzit. Në mbrëndësinë e tyre janë mëshirë dhe shpëtim.
Wallahi, adhurimet e Allahut Azza wa Jall janë shpëtim për njerëzit këtë dunjë. Mos me kon fjala e Allahut në tokë mu thon Allahu Akbar. Allah, pesh mu thon Allah në këtë dunjë në tokë. Njerëzit do të vdeshin nga të këqijet. Njerëzit do të vdeshin nga stresi, nga preokupimet. Por fjala e Allahut i qetëson shpirtat e njerëzve. Fjala e Allahut Azza wa Jall i qetëson shpirtat e njerëzve. Allahu Azza wa Jall kalon namazet. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut Azza wa Jall qetësohen shpirtat. Qetësohen shpirtrat e Allahut subhanahu wa taala. Shpirtrat qetësohen. Pse a thu qetësohen? Për shkak se kur të përmenet emri i krijuesit, zemrat e krijesave qetësohen. Ashtu siç qetësohen zemrat e fëmijëve dhe foshnjave kur ndëgjojnë zërin e prindërve të tyre. Edhe nëse nuk i kuptojnë fjalët e tyre. Për ta është thonë disa kur kanë dashur që të replikojnë muslimanëve dhe t'ju thojnë si ka mundësi një musliman, ju thoni se me ndëgjimin e Kur'anit Kerimit, fjalës Allahut, zemrat qetësohen. Çish ka mundësi, kanë thonë abguton, çish ka mundësi, thot muslimanët, shumë musliman nuk e kuptojnë fjalën e Allahut krijuesit. Kur'ani Kerim. Çish ka mundësi mu qetësu zemra e tij? Kanë thonë ashtu si qetësohet zemra e foshnjës kur ndëgjon zërin e prindërve të tyre. Edhe pse nuk i kupton fjalët e tyre. Po Allahu ka krijuar atë ndjesinë çashtu. Që dhe pse foshnjë e cila nuk di asgjë, ndjesia e saj ban që të ndinë rahati dhe siguri pranë zërit dhe kraharorit të prindërve të tyre. Subhanallah. E njëjta i nderuar i vëlla dhe nderuara motër është zemrat e tona qetësohen vetëm atëherë kur të jenë nën praninë e Allahut Azza wa Jall. Veç kur t'i kthejnë atij subhanahu wa taala. Apo se shpirti kërkon ushqim. Edhe shpirti, ushqimi i shpirtit nuk mundet mu zavendësu jashtë adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe lloji i tretë i sabrit të nderuar vëllezër, cila është a thu? Sabri ndaj ibtilave, sprovave të Allah subhanahu wa taala. E para ke sabri ndaj adhurimeve, sabri ndaj mëkateve dhe të këqijave, edhe sabri ndaj sprovave të Allah subhanahu wa taala. Apo ata cilët i sprovon Allahu xhalla xhelaluhu në trupin e tij me smundje jedhën billah, Allah i na ruaj. Apo sprovon në familjen e tij, në pasurinë e tij. E kështu me radhë lloj sprovat e ndryshme ku e lutim Allahun Azza wa Jall mos na sprovon për te asaj sa mund me bart. Mirë po të nderuar vëllezër, ta dim se sprova bart në vetveten e saj mëshirën e Allahu Jalla fi ula. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e godet besimtarin. Nuk e godet besimtarin një lodhje, një preokupim, një mërzi, një goditje fizike apo psikike, apo derisa edhe një pickim në trupin e tij që ndin dhimbt, vetëm se na përmes tyre Allahu Azza wa Jall ban pastrimin e tij shpirtëror. E pastron nga mëkatimet. Edhe mërzia, wallahi besimtari edhe këtë një mërzi, edhe këtë mërzitet, Allahu Azza wa Jall e pastron. Vetëm bahu robi Allahut Azza wa Jall çdo gjë, pastaj mrena jetës tonë ka më shpërblitë Allahu xhelle xhelal. Kjo është sikur kur regjistrohesh dikon apo. Pastaj çdo punë çka bën, çdo lëvizje ti të paguhet. Pse? Ke çu dokumentet aty, je regjistruar, apo edhe ta çdo punë çka ti bën atje. Derisa ndoshta edhe nejen kur e bën ti atëherë kur e ki për menet, e ki me pagesë, paguhet çdo minutë. Kështu të nderuar vëllezër, na kur thojmë fjalën dëshmize bëmi besimtar te Allahu Azza wa Jall, edhe gjumin kur e bën besimtari paguhet. Edhe kur han dhe pin paguhet te Allahu subhanahu wa taala, shpërblehet.
derisa edhe kur loz me familjen e tij pagudesh për blejtë e Allah subhanahu wa taala. Derisa edhe kur shpenzon për familjen e tij i quhet sadaka. Bile ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sadaka është çdo kush i kur e ndihmon një të varfër, një skamnor, një të nevojshëm, një jetim. Ka thonë dhe sadakaja më e mirë është ai i cili shpenzon për familjen e tij. Subhanallah. Del ti dhe lodhësh edhe skapitesh, mos u mërzit. Se vallahi kjo krejt punë në rrugën e Allahut azza wa jall. Ke dalë me rujt familjen tonë, me lodhjet, me punën fizike, me ndjersën tonë, këtë Allah në sadaka e më e madhe. Apo? Dhe shpenzon për familjen tonë dhe nuk je koprac, kjo të llogaritet pra sadakat e Allah subhanahu wa taala. Apo? Pra çdo vepër. Than ja Rasulallah, edhe burri kur flen me gruan e tij është sadaka. Tha wallahi edhe burri kur flen me gruan e tij është sadaka te Allah subhanahu wa taala. Ashtu siç është tha e ndaluar tha kur e bën një gjë të tillë me apo me atë çka nuk e ke halal. Deri këtu në feja Allah subhanahu wa taala. I pagun besimtarët. Për ata të nderuar vëllezër, mundonu që ta shfrytëzojmë pra këtë muaj cilën e kaluam, që inshallah taala të bëhen ky muaj pra pikë kthese për ne drejt Allah subhanahu wa taala. Çka na mësoi a thu vallë Ramazani veç tjerave? Na mësoi të nderuar الإخلاص أعز ثمرة رمضان لأنه أحد ساقي القبول Ramazani një nga mësimet që na i dha gjithashtu është edhe sinqeriteti. Çka na mësoi veç sabrit, na mësoi sinqeritetin. Apo çka ka lidhje kjo tash me sinqeritetin e agjerimi? Agjerimi o krejt sinqeritet. Agjerimi krejt është sinqeritet. Për ata pejgamberi Allah të veçoi tha agjerimi për mua, edhe unë shpërblej për te. Kanë thonë pse për mua, se është im shef 100% për Allah. Namazin ti mundesh me bë për Allahun, po namazi gjithashtu kanë hisje dhe shikimet e njerëzve se ti po shofi njerëzit duke i rënë sejdë Allahut. Dhe ka mundësi me pas në zemrën tonë ndoshta edhe si farsi iyadhan billah. Sikur që ishte ai i cili duke e farë një namaz dhe e falte aq bukur derisa Hasan al-Basriu i tha mas namazit, tha shumë bukur i e fal. Shumë mirë ke bë sejdën dhe rukun. Nuk je gut pra. Ai tha edhe agjerushëm jam. Ai tha edhe agjerushëm jam, pra jo gëzu kësaj lavdrate. Edhe e tregoi edhe atë çka kishte të mshehur atë Hasan al-Basriu i tha, kjo e dyta tha më duket ta prishi edhe të parën. Pra adhurimet çka janë edhe fizike të nderuar vëllezër, ato ka mundësi njeriu shpesh herë të më thonë ju paraqitet edhe si e farsia e edhe billah. Pra me pas hise në këtë adhurim është për Allahun. Ama më pas hise ndoshta edhe pak sytë e njerëzve. Ndërsa agjerimin kur kush nuk e di a e të agjeru a si të agjeru. Ti mund është me thonë jam të agjeru, amo veç Allahu e dina të agjeru për një me asi të agjeru. Edhe pse besimtarët nuk ka dyshim se agjerojnë. Po është një adhurim i msheft. Për ata është 100% sinqeritet. Nëse një adhurim që ta mëson sinqeritet është agjerimi. Nëse ekziston një adhurim i tërë që ta mëson tije sinqeritetin është vetë agjerimi. Për ata në përmes të agjerimit të nderuar vëllezër, inshallah taala kena arrit çka? Kena arrit me mbjell sinqeritetin sa do pak me zemër dhe shpirtat e tonë. Ikhlas. E pse a thu vallë Allah azza wa jalla ka bon që sinqeriteti më shumë të tuitet në Ramazan? Subhanallah, natyra e adhurimit është që ta uitë sinqeritetin sa më shumë. Sa sinqeriteti është ndër kushtet të nderuar vëllezër, është prej njëra nga di kushtet që ka pranohet vepra të Allahu xhelle xhelalu. Vepra për të pranuar te Allahu xhelle ka dy kushte. Kushti i parë është kjo, me qenë sinqert për Allahun xhelle xhelalu. Me qenë sinqert. Edhe me qenë sipas metodës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sipas metodës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo pra e mbrëmshmja do të me qenë veç për Allahun,
e jashtme do të me konna sipas që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të pranohet te Allahu xhalla xhelalu. E pse tash e japi gjithashtu edhe sadakatul fitrin pra në fund, në mënyrë që ndoshta adhurimi jon çka dëmtuar nga folurit jo të mirë ndoshta, nga gibetet e tona, nga shikimet e tona në njerëz jeni. Apo? E ne pastrojmë agjerimet e tona, i pastrojmë duke nxjerrë një sadaka modeste dhe duke i gëzuar të njëjtën kohë të varfrit e muslimanit. Subhanallah. Me një goditje dizojq. Edhe ban pastrimin tënd të nderuar vëllezër, e adhurimit tënd, edhe e gëzon një shpirt musliman. Një të varfër, një skamnor, që këtë ditë të gjithë të jenë të barabartë. Këtë ditë të gjithë të ndjenë gëzimin. Këtë ditë të gjithë të shijojnë pra. Fundin e asaj cila e ka emrin Bajram, fest. Apo? E pse pra na ta pastrojmë nga dëmtimet këtë adhurim? Në mënyrë që ta çojmë te Allahu Azza wa Jalla adhurimin sa më të pastër, sa më të plot. Apo? Na dojmë keq që t'ja bëjmë hizmetin në mënyrë që Allah të na i pranon inshallah. Na i pranon. Subhanallah. Pra ta adhurimet të këshiri shiko të adhurimet të nderuar vëllezër, gjithherë mbyllen me çka? Mbyllen me istikfar. Ne falmi namazin, apo, e falmi namazin. Kur t'japmi selam, çka thojmë? Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Subhanallah. Na po dalmi pi namazi, po bëjmë istikfar s'kur me pas dal pi një mekati? Se istikfari është dy lloje. Bëhet istikfar prej kur dash për një me prej mekat, kur bësh një mekat. Dhe bëhet istikfar të njëjtën kohë kur dish për një adhurimi. Për shkak se në atë adhurim ke pas çalime, ke pas dëmtime. Edhe ti don që Allah të fal për ato mangësi që nuk ka arrit që ta kompletosh adhurimin ashtu siç don. O Zot, falmi për mangësit. O Zot, falmi për mangësit. Një, dhe kuptimi i dytë është se o Allah, nëpërmes këtij adhurimi që ka e bëna, falem. Unë t'ju përgjigja urnit ta. Unë u përkula para teje. Unë e nova ballin tim në sejdë. Falem ja Rabbel Alamin. Tash të kërkoj ti falje. Në mënyrë që Allah Azza wa Jall na fal. Të nderuar vëllezër, pra kjo ditë e Bajramit është prej sunnetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç tham, që ta shfaqsh besimtarët dhe besimtarja me gjitha shtresat, pra edhe fëmijët që të gëzohen në këtë ditë dhe ta shijojnë këtë fest madhështore të muslimanëve, këtë krenarit e besimtarëve musliman. Dhe kjo të njëjtën kohë të nderuar vëllezër është adhurimi i veçantë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo del në pas se subhanallah, Allahu Azza wa Jall kalon ngjyrat e ndryshme të adhurimeve në mënyrë që mos bëhen të rutinë vetëm një adhurim. Mos bëhen të rutinë për besimtarë vetëm një adhurim, vetëm një lloj shmërie adhurimit. Këshirit e adhurimit të Allahut janë të lloj-llojshme. Në mënyrë që ta shijon besimtari për një adhurimi me një shije tjetër. Ashtu siç janë llojet e ushqimeve në tavolinë. Kështu Allah Azza wa Jall ka bën adhurimet e tij. Një dhe e dyta, me kallëzu se adhurimet ndaj Allahut Azza wa Jall nuk janë vetëm që të abstenosh nga të mirat e Allahut, por prej adhurimeve gjithashtu janë që ti në fakt kërkohet që këtë ditë të hash dhe pish dhe të adhurosh Allahun, të madhërosh me tekbire. Na kemi adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall edhe me abstenim nga ushqimi dhe pija. Dhe kemi adhurim edhe me hajë dhe pije e tregojmë madhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhela xhel. Bile këtë ditë është ndaluar që të agjerohet. Një prej ditëve që nuk lejohet me agjeruar është dita e Bajrameve. Dita e Bajramit është ndaluar me agjeru. Subhanallah. I lumi Allah xhela xhelalu. Ai i cili i tha në Ramazan me agjeru, po i njëjti Allah xhela xhelalu në ditën e Bajramit tha s'ka me agjeru. Tash ti e ki e gëzimin tjetër, ti dosh më shijue. Mirë po të gjitha një esencë kanë të nderuar vëllezër, madhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala.
Këtë adhurimet në esencë e kanë që na ta madhrojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu edhe të gëzohemi na mes vete. Të gëzohemi mes vete duke e treguar mëshirën, respektin, unitetin, apo bashkimin e trupave dhe bashkimin e shpirtave dhe zemrave para të atyre trupa. Apo vetë ardhja nga gjitha viset dhe të bim një vend në shtëpive të Allahut tregon vetvetiu apo kupton se çka? Se Allahu Azza wa Jalla don unitetin e njerëzve, unitetin, mos hidhrimin e tyre, zgjatën e dorës ndaj njëri tjetrit. Nuk lejohet që të kalon Ramazani të nderuar vëllezër dhe njerëzit të jesin hidhnumshëm akoma. Ma shumë se 3 ditë nuk i takon besimtarit të rije hidhnumshëm me dikant. Apo? Dhe më i miri për atyne është ai i cili i pari shkon edhe i flet për hir të Allahut. E këtë ditë Allahu Azza wa Jall, këtë ditë e Bajramit e ka përfshinj edhe këtë. Që të hinë dhe dalin nga njëri tjetrin e këtë ditë dhe të qasrin dorën edhe ndaj atyre të cilat ndoshta nuk i ka marrëdhënie dhe raportet e mira. Një dhe e dyta, pra të bëhen vizita se Allahu Azza wa Jall Bajramit i ka bën pra minimalja e mbatjeve të lidhjeve farefisnore. Që nëse mrena vitit nuk ka arrit me vizitue farefisin tënd, pra nëse do mi ik dënimit e atyre të cilët e shkepusin lidhjet farefisnore, bilen e Bajram diher në vit, bilen e Bajramet e nderuar vëllezër, qoftë edhe me një mesazh, me një telefonat, ja u zgjat dorën dhe ju flet njerëzve dhe farefisit tanë, dhe kjo te Allah llogaritet mbajtje e lidhjeve farefisnore, dhe kjo është minimumi. Pra adhurimi te Allahut Azza wa Jalla të nderuar vëllezër për mbajtjen e vetvete, pra edhe atë socializimin e njerëzve. Nuk janë vetëm adhurime e rutinë, vetë thjesht apo kupton. Këto janë apo kupton të përkryera nga Allahu Xhelle Xhelalu. Çka nëse muslimanët i praktikojnë, pra ti e shef se vetvetiu pa e vrejti hiç, ti keni edhe me dal me njerëzit. Kemi vizituar njerëzit, kemi azgjat dorën njerëzve, apo kemi telefonu njerëzit mas pak. Vetvetiu. Se festa e përfshin e vetvetin e saj edhe çkan edhe vizitat. Për vizitat qoftë fizike, po qoftë ndoshta edhe siç thamë, apo kupton me një mesazh apo me telefonat. Të nderuar vëllezër, pra na vetëm po i afrohemi fundit të kësaj ligjërate, duke ju afruar pra kohës për të falur namazin e Bajramit, pasi që namazi i Bajramit është një herë në vit, është mirë që të spjegohet se si falet namazi i Bajramit. Namazi i Bajramit i ka 2 rekat. Pasi që marrmi tekbirin e parë dhe bëhen pa ikamet. Pasi që marrmi tekbirin e parë, e kënojmë subhaneke. Pastaj marrmi në 7 tekbire. Tamam? Dhe lexojmë një sure, surën Fatiha dhe një sure pas. Bim në ruku dhe sejdë, pastaj ngrit me rekatën e dytë. Pasi që ngrit me rekatën e dytë, i marrmi edhe 5 tekbire pas tekbirit nga ngritja. Tamam? Dhe pastaj kënojmë surën Fatiha, pra imami, edhe një sure pas, edhe kështu që kryhet namazi inshallah, ruku, sejdë dhe tehiyat dhe kryhet namaz. Pastaj ngjitemi inshallah taala në hutbë, kënojmë hutbën dhe pastaj inshallah taala kryhet Bajrami, kryhet namazi, kryhet rituali, shpërndam inshallah në përshëpite e tona. Allah i nderoft, Allah na i pranoft ya Rabbel Alamin këtë agjerim. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allah subhanahu wa taala pra të na ban prej banorëve të xhennetit ya Rabbel Alamin. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allah subhanahu wa taala na ban pra që agjerimit këtë lënë gjurë në jetët e tona. Elusim Allahun Xhelle Xhelalu wa Xhelle Shanu që të na mëson Allah subhanahu wa taala që edhe pas agjerimit vazhdojmë pra me ritmin sadopak të paraafërt me agjerimin në mënyra kupton që të jemi musliman të përhershëm dhe jo musliman sezonal vetëm me një sezon, por inshallah taala ta marrmi mesazhin e Ramazanit, mesazhin e sakt, pra të jemi